Mirë dita miq të mi të YouTube-it. Sot do t'ju prezantoj një video tjetër, ndryshe nga të tjerat. Sot kam bërë një veshje për qen, ose më saktë një bluzë për një qenushe, të tipit të qenëve atyre që janë të vegjël, se tash nuk po më kujtohet edhe emri se si quhet. Ata qenë të vegjël që janë kap ose bardh me pulla zeza. Dhe për masat e atij qenit, për shembull qeni që ka vllai, e ka të shëndetshëm, të shëndosh, dhe për masat janë 33 cm të qafa, 50 është e barku dhe gjatësia është 35. Është punuar rumbullak, është bërë lastika dhe këte e kam bërë thjesht me mbushje pa lak. Për të bërë veshje për qen, ka dhe modele të tjera. Mund t'i punosh edhe me fije pambuku, se unë te kam punuar me deve dhe e kam bërë për dimër. Me fije pambuku mund t'i bësh edhe për behar, edhe mund t'i bësh shumë të thjeshta, vetëm me kutia ose kutia dhe mbushje. Ndërsa, për persona që nuk din të punojnë me shtiza ose me grep, se veshjet me qen bëhen edhe me shtiza, po të kem bluzat të vjetra, për shembull që mos t'i jetin poshtë, i heqin mëngën bluzës, po që për qen të madh nuk ka nevojë të pritet, ndërsa për këta qen të vegjël pritet mënga në mes edhe merret pjesa që është lastika. Dhe mbrapa pasaja e rrumbullakos me gërshë si punë e kësaj. Me që nuk din të bëjnë me grep, mund t'i kthejnë anët me gjelpër që mos të varen fijet. Kush është i interesuar se si është bërë ky punimi për qent, mund të kontaktoj me mua në kanalin e YouTube-it ose në Messenger Luiza Koçodori. Kjo ishte dhe video për sot. Unë ju falenderoj shumë që ju ndiqni kanalin tim, bëni komente dhe pëlqime në kanalin tim. Nuk do të harroni një gjë, e kam thënë dhe më përpara, kush bën komente dhe pëlqime më shumë në kanalin tim, ka një palë papuçe falas, ose për të rritur, ose për fëmijë, si të dëshironi. Kjo ishte dhe video për sot, miru dëgjofshim në videot e radhës.